kur një farsë elektorale, të ri, burra, gra, njerëz të ndeshëm, asnjë nuk ka të ardhshme pa votën e lirë, ndaj dhe për të patur për të votuar të lirë dhe me gjintet, të ngrihemi, të largojmë Edi Ramën nga pushteti, të shkojmë drejt zgjedhjeve të lira të ndeshme, drejt ardhmës që meritojmë. Çdo i ri që mendon të ndërtojë ëndrrën e jetës tij në vendin e tij, do të duhet të marrë ata me vete rrugëve të botës për shkak të narkoregjimit. Shqipëria është vendi i ëndrrave rinore të denuar. Sot çdo shqiptar dhe shqiptare që ka konsideruar dhe konsideron Shqipërinë e integruar në Bashkimin Evropian si të ardhmen me të ndritur të vetes dhe të vendit dhe kombit të tij, mos harroj se me narkoregjimin e Edi Ramës, dyert e hapura të Europës janë të mbyllura. Bashkimi Evropian nuk është klubi i hajdutëve trafikantëve, por është bashkimi i njerëzve të barabartë para ligjit, i votës së lirë, i shtetit ligjor. Ndaj dhe kam një thirrje për çdo forcë opozitare, për çdo opozitar të këtij regjimi, për çdo qytetar dhe qytetare të këtij vendi. U bëj thirrje jo si lider i partisë më të madhe opozitare, por si qytetar, si shqiptar i shqiptarit. Le të bashkohemi. Çdo opozitar, por dhe çdo qytetar që sot është kundër bashkimit, ta di mirë se turpron veten e tij para shqiptarëve. Kur ishte nevoja kundër Hitlerit, u bashkua Amerika me Bashkimin Sovjetik, ndërsa ne shqiptarët, opozitar, nuk u bashkohemi dot kundër Edi Ramës. Ai që mendon se humbet votat nga bashkimi, harron se votat nuk kanë asnjë vlerë për sa kohë që Edi Rama është në pushtet. Por e kundërta, nga bashkimi dhe sidomos nga triumfi i bashkimit, largimi i Edi Ramës, të gjithë fitojnë. Jo vetëm do shtohen votat e secilit, por ato vota do kenë peshën dhe vlerën që meritojnë. Sepse do i rikthejmë zgjedhjet e lira dhe të barabarta, ashtu siç ishin ato në vitin 2013, zgjedhjet e lira në të cilat ndodhi rotacioni fundit i pushtetit në Shqipëri. Le të bashkohemi pra, le të bashkohemi kundër armikut më të rrezikshëm të Shqipërisë, Edi Ramës, jo për ideologji, as për politik, por për misionin më të shenjtë që një shqiptar mund t'i caktohet, shpëtimin e Shqipërisë. Do ta mbyll të fjalë me një thirrje për demokratët, për opozitarët dhe mbar shqiptarët që duan këtë vend. Keni sakrifikuar shumë, sidomos 4 vitet e fundit. Ju është dashur të veproni më shumë se sa si opozitar në kushte normale. Keni patur përballë kartelet e drogës, sulmet dhe mashtrimet e mediave të kontrolluara, mburojnë e lobinjeve ndërkombëtare të korruptuara të narkoregjimit. Me idhrim kemi parë dhe tradhtar, lakej, pseudodemokrat që u larguan nga nesh dhe u bashkuan me flamurin e zi të Edi Ramës. Por jemi në kilometrën e fundit. Sakrificat tona nuk kanë shkuar dëm. 44 protestat u deshen për të çuar mrapa hekurave hajdutin e tretë më të madh të Shqipërisë. Me një betejë vigane kundër gazit dhe helmit, parandaluam grusht e shtetit që mbronte hajdutën e dytë më të madhe të Shqipërisë. Tani, radhën e ka hajduti kryesor, armiku me rrezikshëm, me i pamëshirë i shqiptarëve, Edi Rama. Jemi në kilometrën e fundit, por mos harrojmë se kilometri i fundit kërkon dhe përpjekjet më të mëdha. Jemi shpresë e fundit e shqiptarëve. Le të hedhin ujë dhe gaz dhe çfarë të duan mbi ne, por përballë hajdutëve asgjë nuk na spraps. Shumë herë me të vendosur, shumë herë me të revoltuar, shumë herë me të bashkuar, shumë herë me të guximshëm, shumë herë me të palkundur në kryegëritjen tonë paqësore, rrof shiu, rrof Partia Demokratike,
opozita shqiptare, rrof Shqipëria, fitore, fitore, fitore. Jemi me këto pamje të drejt për drejta nga protesta organizuar përpara kryeministrisë nga Partia Demokratike, me të mbyllur fjalën kreu i Partisë Demokratike. Protestuesit kanë vijuar me hedhjen e mjeteve piroteknike dhe disa molotove në drejtim të godinës kryeministrisë, ndërkohë që forcat e policisë tani më kanë vendosur dhe një autobot me ujë për të bërë shpërndarjen e protestuesve. Ndërkohë në këto momente situatën po e monitorojmë hap pas hapi me ekipin tonë që ndodhet në terren për të përcjellë minutë pas minute të gjitha detajet dhe informacionet e fundit lidhur me këtë protest. Do të kem mundësinë tani që të lidhem me Klodiana Lalën, e cila po e ndjek nga afër protestin dhe ndodhet pikërisht në sheshin përpara kryeministrisë. Klodi, të përshëndes, nëse mund të flasim, je në një vend të sigurt për të na komunikuar se çfarë po ndodh në këto momente përpara kryeministrisë. Është bërë shpërndarja e protestuesve, por jo në mënyrë paqësore. Pra si shikojmë nga pamjet, është bërë mundur shpërndarja e tyre duke përdorur dhe autobotin me ujë. Klodi, më dëgjon? Po, Daliana, përshëndetje, sikurse ju e pa në momentin që kryetari i Partisë Demokratike zoti Sali Berisha përfundoi fjalën e tij të rastit në protestën e tretë kombëtare të opozitës shqiptare. Ishin një grup protestuesish të cilët të mbajnë kapuç në kokë, që hodhën mjete piroteknike, por po ashtu edhe molotov në drejtim të godinës së qeverisë. Për gjatë 5